Ish kryeministri Sali Berisha ka dalë me akuza të forta ndaj procesit zgjedhor të 11 majit, të cilin e ka cilësuar si një farsë elektorale, të mbështetur nga qeveria dhe nga mediat kryesore të vendit. Sipas tij, zgjedhjet janë manipuluar masivisht përmes një sistemi të mirë organizuar nga qarqe të lidhura me krimin e organizuar, kartelet e drogës dhe struktura shtetërore, duke përfshirë edhe votën e diasporës. Ai tha se ky ishte një proces i ndërtuar mbi falsifikime, presione dhe kontroll të paligjshëm nga persona të afërt me pushtetin. Farsa elektorale 11 maj 2025 u bazua në një industri mafioze të vërtet të manipulimit, falsifikimit të votës së shqiptarëve në Shqipëri dhe në diasporë. U bazua në presionin e jashtëzakonshëm të karteleve të drogës më të mëdha në Europë, si kartelet Poja apo Troplini, Çela, Bajri dhe organizata terroriste. Berisha publikoi foto dhe video që sipas tij provojnë përfshirjen e drejt për drejt të funksionarëve të lartë të Partisë Socialiste në manipulimin e votave nga jashtë vendit. Ai akuzoi patronazhist dhe punonjës të kompanive të postës si DHL dhe Posta Shqiptare për bashkëpunim me zyrtarë të qeverisë në përvetësimin e votës së diasporës. Sipas tij, shkelja e kontratës dhe përfshirja e subkontraktorëve janë prova të qarta që delegitimojnë këtë proces. Të gjitha votat janë tek pesa, vazhdo. Në thelb të kritikave të tij, Berisha e vendos atë që e quan Në thelb të kritikave të tij, Berisha e vendos atë që e quan shteti elektoral, një strukturë ndërtuar mbi fondet publike, makineri shtetërore dhe lidhet me krimin. Ai theksoi se bonuse, falje gjobash dhe punësime janë përdorur për të ndikuar te votuesit, duke e shndërruar garën në një operacion të njëanshëm dhe të komanduar. Sipas tij, për sa kohë që vota e lirë nuk garantohet, zgjedhja mbetet vetëm një: largimi i Edi Ramës, krijimi i një qeverie teknike dhe organizimi i zgjedhjeve të lira.